Luani. Në periudhat e ndryshimeve, ata që i përjetojnë të ndryshime natyrisht duke mësuar, trashëgojnë botën, ka shkruar filozofi amerikan Eric Hoffer i shenjës Luanit. Ndërsa ata që ishin të ditur, vazhdon ai, papritur, gjenden plotësisht të kompletuar për të përballur një botë të tashme që nuk ekziston më. Po ti, Luana Luanesh, nuk do të pëlqente të hyjet ata njerëz që po mësojnë se sa ata njerëzit që janë të ditur? Këshilla ime për ty, Luan, pa Luanesh, është që duke filluar që këtë javë të fillosh të interesohesh, të kuptosh, të mësosh nga ndryshimet që po ndodhin rreth e përqark teje. Të gjitha do të shërbejnë në javët, në muajt, ndoshta edhe në vitet në vazhdim.